Ja, e dëgjoj Ledion. Më mori fjalit Arbri, po e them kështu, sepse është tamam kjo çështja. Të kthehemi edhe një herë në fillim Big Brother dhe të diskutojmë marrëdhënien e Mirit dhe Selinit, të cilën unë nuk e kam gjykuar kurrë në një kontekst moral, nuk ka vlerë në këtë pikë. Vlerë ka paaftësia e Mirit si prind për të reaguar ndaj fjalëve të një babai. Unë të kisha qenë në vend të tij, pavarësisht të gjithave. Mali, do ta heq mikrofonin në mjaft tash. Është paaftësi, sepse po ta kishe patur aftësinë, do ta kishte bërë këtë punë. Do ishte tërhequr. Dhe kjo është gjithë diferenca, kjo është gjithë çështja që ne diskutojmë këtu. Ky si prind mund të kishte bërë gjithçka për të ikur nga e krevati. Mund ta kishte bërë konfuze Selinin për të respektuar mendimin e teatrit saj. Mund ta kishte bërë konfuz Selinin, letja kishte prishur edhe lojën. Okej, keni pak mikrofonin Roberti dhe Selin, dua të dëgjoj vetëm Stenaldon. Ti s'ke kulturë familjen për shoh. Stenaldon, po dëgjoj vetëm ty. Ti nuk ke kulturë familjare. I kam fikur mikrofonin. Bravo, keti kulturë familjare që rrit rrugëve, që ka dhënë familja nga shtëpia. E keti kulturën familjare. Ke gojë pasurin që është fëmijë. Po çiko, Rogerti, ti e di që nuk është linear. Pra Rogerti është për çfarë sundo, hajde themi në një gjë sot, themi në një gjë nesër. Po këto gjëra që po themi. Rogerti është 3 javë këtu. Ti po bëj incest me atë gocën? Nesër është të kam zemër, të kam vllaj, jemi aleat, jemi. Po Rogerti, lloji ti. Nuk ka zero tolerance. Ledion, për të mbrojtur dinjitetin e njeriu këtu brenda, që unë njërë nuk e quaj fare këtë fjalën lojë, po për të mbrojtur dinjitetin e njeriu këtu brenda, është shumë mirë ta prishësh lojën. Për të mbrojtur qetësinë e atij babait të Selinit në raport me vajzën e vet, një baba mbi gjitha duhet të tërhiqet. Të ikë nga i krevati e të gjej një krevat tjetër. Të iki, ta lëri atë vajzën vetëm. Ta lëri vetëm atë vajzën. Ta lëri vetëm. Nuk po ta akuzoj për perversitet. Ato janë fjalët e teatrit Selin. Unë nuk po ta akuzoj për të. Unë po të akuzoj për paaftësinë tënde për të tërhequr dhe për ta lënë Selinin vetëm. Për ta lënë Selinin vetëm. Për të gjetur një mënyrë që ta sqarosh atë vajzën, se ka plot. Kjo është një histori. Tregon që unë pas kam bërë këtë gjë që ka thënë babai. Nuk ka lidhje, fare pikën e lidhjes nuk e ka. Babai sa e ka parë televizorin siç e kemi parë ne. E di se çfarë ke bërë ti. E di dhe ne se çfarë ke bërë ti. Nuk po ta akuzoj gjatë që nuk do të marroj sot. Si prind po bëj ndryshe. Duhet bëj ndryshe. Një fjalë fundit nga Selin. Një fjalë fundit nga Selin. O miri. Boll me këto ofendime. Hajde të shohim. Dëgjoj, Ledion, se ka dhe një gjë tjetër. Miri. Ti thasë ai të thotë mu i paaf. Miri. A ti ke përgjigje? A ti ke përgjigje? I paaf ti ti. I paaf ti ti. Ti e paaf. Ne përfiton ka situata. Ala me argumentin. I paaf ti ti. Jo, i paaf ti ti. Selin. Atëherë, Ledion, duhet të shkojmë edhe një gjë tjetër. Mirë, jo detyrimisht duhet të kishte respektuar fjalët e Timati, ëh? Jo detyrimisht, po mos harrojmë që bie në kontradikt të thellë me qëndrimet e tij këtu brenda. Domethënë, nëse ti 60 ditë i ke thënë asaj vajze që ti je si vajza ime dhe ti dëgjon fjalët e teatrit të vërtetit. Po, që thotë dhe nuk bën qëndrime, atëherë miri, jo që nuk është njerëzor, por realisht në sytë e mi që i ka Mersi ti ullë. Shkurt të lutem, shumë shkurt. Po pra, fjala e teatrit. Ja dha Ledioni fjalën shëndritit. Shkurt, jo, isha me mirin. Na, me mirin. Qa ke fillu punë edhe zënëse e Ledioni? Shkurt, miri të lutem, se duhet ta mbyll. Atere, po të them, fjala ose komenti që ka bërë i ati Selin, nuk ka thënë dil miri jashtë nga kjo shtëpi. Por ka thënë... se duhet ta thosh të fjalë për fjalë. Po ja për 20 sekondë. Ka thënë dal nga kjo shtëpi. Gocës time. A ka mundësi më Tekja i dhe goca letikte. E pa dhe, se ke pa si Po leme ta marrë një fjallim. Ke të drejt. Nuk e ka thënë ashtu fjalë. Ledion, okej, në rregull. Më ka thënë që bën dhe je pervers. Dhe unë po ti sem Selinit. Ka thënë je pervers, ka thënë duhet 3 psikolog për ta parë nëse veprimet e tij i kontrollon nëse jo.
Sepse lexohen si veprime perverse. Po sepse nuk I kanë bërë ato veprime, po të them Selim. Dakor, nuk do ta mbyllim sonte këtë çështje se është e pamundur. Do doja bashkëpunimin tuaj të vini tek dhoma e surprizave se kemi dhuratë. Ju pres të gjithë të dhoma e surprizave sepse është momenti për Glowy Skin. Glowy Skin, distributor lider I markave më prestigjioze koreane dhe japoneze, kozmetike me një rrjet dyqanësh në Shqipëri dhe Kosovë, Glowy Skin ofron zgjidhje për çdo problematik të fytyrës, trupit, flokëve, duke sjellë risit më të fundit të tretë. Për t'ju shkëlqyer lëkura. Po kanë koreane. Faleminderit Glowy. Faleminderit koreane. Miri, me qenë se si përdor Miri, mund t'ja jap për Selina. E pse djem më pas? Prit, Petam kish ka fustan. Faleminderit shumë. Thank you shumë. Shumë faleminderit. Tikzoni ju e tikzonin. Shumë, Mike. Thank you. There we go. Me surprizë më përdorën. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Një batutë e shkurtër, Kristi. Në cilin moment ishte të kjo, që knaqëm apo? Jo. O zoti madhe, më thënë. O zoti madhe? Të përdorësh produkte fytyre, duhet s'pari të kesh një fytyrë. Ishte shumë e bukur ajo. Disa se kanë të bëndë. Shumë e bukur. Ishte shumë e bukur edhe një meme që pash, janë të telefonat tani që nuk hapen me kod, po hapen me fytyrë. Edhe nuk hape ajo. Edhe I thoshtë aty poshtë, s'ka ngel pik fytyre, nuk keme qaj hap telefon. Ose është një tjetër që udhëtonin bashkë 5 shoqe, dhe thanë këto, pasaportën time, tha se vendose të parën, se unë jam shoferja makinës dhe polici. Po vejmi aty, tha se një fytyrë kemi të 5, tha kështu që... Kemi shku ke njëti vënd. Ke njëti vënd, që një fytyrë të 5. Ore, ndo një gjë për zërin aka, apo jo, me gjitha të... Qaj me rozmarin edhe me timo. Jo, më tha dikush nga publiku shafran dhe mjalt, është një zotëria të publiku që më ndihmojnë gjithmonë, po ku të gjejmë shafran dhe mjalt në orën 11:30 natës. Mos thuj se, alo, ajo pra, është fudini, apo se keni mëndë. Ka fudini, shafran dhe mjalt, ata shofim njerë. Me gjitha të duhet them këtë gjënë, se më bëri përshtypja ajo gjëje që the, për ta mbyllur për të shkuar në publicitet, që janë 3 baballar aty brenda që nuk këndojnë. 4. Dua të them diçka që e reputoj shumë të rëndësishme. Nuk të bën baba ose nën fakti që ke një fëmijë. Ka publicitet.